Pak kilometra larg qytetit të vogël të Belshit, në zemër të zonës me 84 liçene, ndodhet një prej pikave më të bukura natyrore që ofron Shqipëria, Dumrea Eco Park, një vend ku qetësia, uji dhe gjelbërimi krijojnë një harmoni të rrallë me natyrën. E shtirë mes dy liçeneve, kjo strukturë unike përbëhet nga 9 shtëpiza druri në stil alpin, aktivitete të shumta sportive si kajak, biçikleta, makina elektrike për fëmijë si dhe hapësira rekreative me restorant dhe kafe për të gjithë vizitorët. Ky park është kthyer në një nga destinacionet më të frekuentuara në zonën e Dumres, sidomos në stinën e pranverës dhe verës. Kamera e televizionit Apollon ka qenë këtë fundjavë në Dumrea Eco Park, duke sjellë pamje të mrekullueshme nga ky ambient tashmë i transformuar në një qendër të turizmit natyror dhe familjar. Urat e drurit mbi liçen, shtëpizat alpine dhe freskia e ajrit përreth e bëjnë këtë vend një streh ideale për çdo që kërkon largësinë nga zhurma e qyteteve. Turizmi ditor dhe vendas dominojnë në këtë park, ku mbi 60% e vizitorëve janë shqiptar, kryesisht nga Tirana, Elbasani, Berati dhe Lushnja. Numri i turistëve të huaj gjithashtu është në rritje fal përfqirjes së Belshit në guida turistike kombëtare, si një zonë me pasuri natyrore dhe kulinare të rralla. Dumrea Eco Park është sot një gjerdan gjelbërimi mbi zonën e liçeneve, një pasqyrim i bukurisë dhe bujarisë së natyrës shqiptare, që pret çdo vizitor me zemër të hapur.